si mund të qellohen në të njëjtin moment nga të gjitha drejtimet në një distancë prej 2-3 sekondash. Pra është qelluar me urdhër, sepse të gjithë gardisët, të gjithë ata të cilë ushtarak, pra kemi 2 autorë të cilët janë identifikuar dhe të fiksuar nga pamjet, kanë qelluar në të njëjtin moment, të gjithë kanë qelluar një herësh në të njëjtin moment. Pra nuk arrita konceptoj dot pse duhet të themi që po qellohet apo s'po qellohet pa urdhër. Është qelluar me urdhër, është logjika e punë. Dhe tani Berisha nuk e ka mohuar asnjëherë që të ketë dhënë urdhër për ta, ka thënë kemi vrarë dhe do vrasim. Ja ka thënë që një ditë më mbrapa, e ka thënë që një orë më mbrapa, e ka thënë që pak minuta pasi ndodhin krimet. E ka thënë të njëjtën gjë, atë nuk arrit ta konceptoj dot pse u dashka domethënë që të rikuperohet serveri apo nuk rikuperohet serveri. Shprehimisht është në njërin nga proceset e 21 janarit që ja bërë në gjykatën e Tiranës,